Shqipëri kam malin e Mirakut, malin e Letrit dhe fushën e epërme të Letrit. Po ta shikosh me vëmendje këtë trevë të mrekullueshme, është e sinkronizuar jashtëzakonisht me pemët, ujin, gjelbërim pafund, por ka një problem thelbësor të madh, sepse pushteti vendor dhe pushteti qendror duhet ta shikojnë me syrin e integrimit të turizmit dhe agroturizmit. Sepse banorët që sot e quajnë të pamundur jetesën këtu, kanë ikur, kanë migruar dhe emigruar. Që të rikthehen këtu në këto treva, që të parët tani kanë rujtur me aq fanatizëm, duhet të ketë një plan tërësor zhvillimor. Dhe brenda këtij plani duhet të ketë investime të barazlarguara nga njëra tjetra dhe të harmonizuara me njëra tjetrën. Unë kam bindjen e plotë se djemt dhe vajzat e larguara nga këto treva që kanë grumbulluar para, por edhe investitorë të ndryshëm vendas dhe të huaj do të kenë interes të jashtëzakonshëm për ta rivitalizuar këtë trevë në momentin që plani tërësor zhvillimor të jetë i qartë. Pushteti vendor dhe pushteti qendror duhet të ulin arkitekt, agronom, inxhinier pyesh, jurist dhe ekonomist, të krijojnë një drejtori të tillë që ky park nga Studena deri në Rajc, ku të jenë të përfshira Letmi, Qarrishta, Botolishti, Quksi, Rajc Bardhaj, të integrohen dhe t'i japin hapësirën dhe dimensionin e ri. Absolutisht kjo, pas këtij plani tërësor zhvillimor, do të kthehet një ndër zonat më të atraktueshme, të vizitueshme, nga banor vendas, nga ato që kanë migruar dhe emigruar, por dhe mjaft turist nga vende të ndryshme të botës. Kjo është një perlë e natyrës dhe ne nuk duhet ta humbasim atë ashtu si deri tash. Ja po ta shikosh me vëmendje se çfarë kanë bërë artizanët. Kjo është e kushtueshme aq sa kur i themi frangu ul. Pse? Të gjithë turistët do vinë ta shijojnë. Por këto treva nuk kanë vetëm këtë, sepse Zoti ka bekuar edhe ujin këtu në këtë maj madh, por ka shumë gjëra për të eksploruar. Edhe një herë bëj thirrje që plani tërësor zhvillimor për këto treva është i domosdoshëm.